po i ndëgjoj disa, po thëjnë FSK-ja është e gatshme me hi NATO. FSK-ja s'mundet me qenë e gatshme me hi NATO, por duhet me qenë e gatshme politika e Kosovës. Sepse NATO hin politika, nuk hin FSK-ja, nuk hin ushtria. NATO-ja është, mas pari është organizat politike dhe vendu... Politikë ushtarake, po. Po, politike, pura politike është. Për me hy ose mos me hy, vendos politika. Po. Dhe politika nuk thot apo hin FSK-ja në NATO, por a hin Kosova. Dhe kur hin Kosova, hym gjithë, jemi pjesë e NATO-s dhe ndryshojmë ligjet, rregullohemi na me variantin tjetër. FSK-ja është një segment brenda NATO-s që mundet me qenë në sistem, mos të hymë në detaje. Se po i ndëgjoj, ka njëherë edhe këta të FSK-s dhe politikantë veçantë të, po them, të nivelit nalt, kur e takojnë, FSK-ja është e gatshme për NATO. Jo, mundet me qenë FSK-ja gatshme me i NATO, në qoftë se politikat e shtetit, në qoftë se shtetet nuk janë gatshme me pranu Kosovës. Politikisht, po. Po, kjo është ajo. Pra politika, na themi nga njëherë politika, politika është ajo që vendos. Në demokraci, po. Në vendet që kanë diktatura, ata, po, dhe politika jo ka vendosë që edhe mi mbajt raportet e pezulluara aktualisht me dialogun strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një instrument i rëndësishëm politik, i bashkëpunimit dy palësh. Politika e Kosovës ka bo gabime, ata kanë vendosë. Kanë kriju raportet e tilla me qeverinë. Kjo është krejtë normale. Dhe Evropa i pat, i haqën, dhe Amerika ka mi hekë. S'ka ndonjë arsye shumë. Faktori ku është më rëndësi, koha më rëndësi. Kostoja për Kosovën është shumë e madhe, në qoftë se ti ke qenë izoluar dhe me sankcione me vitet tëra. Dhe tani,